E rënë në Lezhë, 42 vjeçari u gjeti pa jetë në dyqanin e tij, Eoma jep fund jetës pasi merr vesh lajmin. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Lezhë rreth orës 19:30 të mbrëmjes së dieshme në lagjen Gurra. Policia bën me dije se 42 vjeçari Aleksandër Marku është gjetur pa shenja jete në dyqanin e tij me vegla pune. Nga veprimet e parahetimore nuk janë konstatuar shenja dhune dhe paraprakisht dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale. Sa kaq nëna e tij, Prene Marku, 72 vjeç, nuk ka duruar dot lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të birit dhe i ka dhënë fund jetës. 72 vjeçare pas marrjes së lajmit për humbjen e jetës së djalit të saj në gjendje të rënduar psikologjike, dyshohet se ka varur veten, e cila u gjetë pa jetë nga familjarët në ambientet e banesës në fshatin Lamiri Lezhë, njoftoi policia. Trupat e pajet janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë për kryerjen e ekspertizës mjeko-ligjore për përcaktimin e saktë të shkakut të humbjes së jetës.